Leximi i ditës, Ungjilli Lukës, kapitulli 5. Vargu kyç. Jezusi i tha Simonit: "Mos ki frikë, që tani e tuti do të jesh peshkatar njerëzish." Shpjegimi: ky kapitull shënon një pikë kthese. Jezusi fillon të thërras dishepujt e tij të parë, duke i dhënë thirrjes së tyre një qëllim të ri: peshkatar njerëzish. Ai demonstron gjithashtu autoritetin e tij, jo vetëm mbi sëmundjen fizike, si i paralizuari, por edhe mbi mëkatin, falja e mëkateve të paralizuarit. Përfshirja e Leviut, Mateut, një taksambledhës i përçmuar, tregon qartë se thirrja e Jezusit nuk është vetëm për të drejtët, por për të gjithë ata që ndjejnë nevojën për mjekun. Lutu me mua. Lutja e reflektimit për ditën 5. O Zot, Ti ke fuqinë t'i shndërrosh punët tona të zakonshme në thirrje të jashtëzakonshme. Unë rrëfej që shpesh hezitoj të ndjek drejtimin tënd, si Pietri kur e kishte mbushur natën duke punuar kot. Më ndihmo të kem besimin e miqve të paralizuarit, që bëri gjithçka për të më afruar me Ty. Më mëso të ndjek thirrjen tënde, pa marrë parasysh se kush jam, ashtu si Leviu. Më bëj një peshkatar njerëzish sot. Amen.